po cila do të jetë forma farmaceutike e përdorimit të këtyre pjesëve, të këtyre bimëve, të dy pemëve që unë kam sjellë në tavolinë. Thjesht fare, një çaj ku mund të marrim afërsisht gjysmë litër ujë të nxehtë, hedhim në të një dorë me lule bliri, nëse do të jenë të grira për shembull, mund të hedhim afërsisht 2 lugë gjelle. Nëse do të jenë kështu, atëherë mbledhim një dorë me lule bliri, i hedhim në ujin e nxehtë, vendosim afërsisht kapakun e tenxheres në mënyrë që ato vajra esenciale që ndodhen në brendësi të këtyre luleve të mos na largohen, por të kondensohen në kapakun e tenxheres dhe përsëri të bien këtu poshtë. Pas 10-15 minutave, ne marrim me të vërtet çajin e mrekullueshëm të lules së blirit. Pra, kjo është mënyra e parë dhe më kryesore. Një çaj i cili përgatitet me lulet e blirit dhe përdoret 2 deri në 3 gota në ditë. Një infuzion tjetër do të ishte përdorimi i sythave të blirit, ku mesatarisht mund të marrim vetëm 1 lugë kafe në ditë. Nëse çaji i parë do të më përmirësoj dhe do të zbusi mukozën e rrugëve të frymarrjes, do të na ndihmoj në tretjen dhe njashqitjen, do të na largoj fryrjet e barkut dhe të zorrve, do të më qetësoj sistemin nervor dhe sigurisht edhe aritminë në zemër. Ai çaji i dytë me sytha më shumë efektin e ka në drejtim të qetësimit të sistemit nervor dhe njëkohësisht në drejtim të nxitjes dhe të stimulimit të rritjes që mund të jepet edhe fëmijëve deri nga mosha 17-18 vjeç. Ndërsa çaji me lëkurat e blirit, mund të tregojmë që lëkura e blirit, pra ato fijet, gypat e drurit dhe të liberit, i ka tamam si litar dhe ti mjafton ta kapësh pak atë lëkurën dhe ajo mund të hiqet e gjatë deri edhe në 2 metra. Dikur njerëzit këto e kanë përdorur edhe për litar, ja, pra kjo është e fortë, nuk këputet dhe ka veti që të përdridhet shumë mirë. Edhe pra unë mora këtu lëkurën e degëve. Dhe në këto lëkura ka tanine me bollok, me sasi të madhe, që do të thotë ka veti rrudhse, mbyllëse të plagëve të ndryshme. Ja, pra ja, edhe kjo ja. Shumë e fortë. Atëre, këto gypat e liberi që unë kam në dorë këtu, që përdoren për tek bima, kryet e pema, kryen atë funksionin e transportit të lëndëve organike të përpunuara, kjo bën që nëse ne do t'i përdorim si çaj, do të filloj të më rigjeneroj me të vërtet lëkurat e dëmtuara dhe të irrituara. Po kështu, mund të përdoren me efikasitet edhe çaj i gjetheve të blirit, por sigurisht efekti i tyre është shumë herë më i vogël se sa ai efekti i këtyre luleve që unë kam në dorë. Si të thuash, gjethja është ajo kuzhina ku përpunohen lëndët organike dhe kalojnë tek lulet. Por, këtu, nuk mund të themi që këtu s'ka asgjë. Këtu ka pa diskutim lëndë aktive, të cilat na ndihmojnë në organizmin ton në drejtim të qetësimit të tretjes, të largimit të gazrave nga zorët. Kjo mund të përdoret edhe si një mbushës për shembull për erëzat e ndryshme të kuzhinës ose si një zbukurues. Le të vemi tek ai trungu i blirit, i cili nëse kthehet në një qymyr, ai na jep me të vërtet tymi i tij, na jep një veti të mrekullueshme të qetësimit të sistemit ton nervor, por njëkohësisht në këtë tym ne vëmë re që nuk qëndrojnë këto insektet bezdisëse siç janë mushkonjat, mizat e kështu me radhë. Forma e parë farmaceutike e përdorimit të luleve të blirit ishte një infuzion i lehtë, çaj. Forma e dytë janë ekstraktimet që mund të kryhen dhe si bazë mund të themi në drejtim të ekstraktimeve mund të përdoret ose alkooli ose në kushtet tuaja shumë mirë është edhe rakia e rrushit. Çfarë të mira shka ai ekstraktimi me alkool? Në drejtim të absorbimit të lëndëve kimike që ndodhen në lule, çaji mund të marrë 50 deri në 60% të vlerave që ndodhen brendësi të tij. Ndërsa në ekstraktimet bimore ne marrim 100% të përbërësve aktiv. Dhe veç kësaj, përbërësit aktiv që ndodhen tek çaji janë gati 3 grupime, nga ato që unë përmenda, flavonoidet e me radhë, ndërsa këtu janë të gjitha grupimet, që nga taninet, që nga flavonoidet, antioksidantet e ndryshme e kështu me radhë.
Atëhere, për ta ekstraktuar në raki në kushte shtëpie, mund të veprojeni në këtë mënyrë. Marrim afërsisht 30 gram gjethe të thara ose 60 gram gjethe të njoma të lules së blirit. I hedhim afërsisht në 100 ml raki shtëpie ose alkool 40-42% dhe ena e mbyllur lihet kështu 12 deri në 15 ditë. Gjatë këtyre ditëve mund të vetëm të tundim atë shishen ose enën ku ndodhet bima me alkoolin ose me rakin dhe mbasi kullohet ne kemi një ekstrakt të fuqishëm të luleve të blirit. Kjo ishte forma e dytë. Një formë e tretë është kjo. Nëse marrim lulet e blirit, i përvlojmë me pak ujë të nxehtë, por në këtë brendësi të këtyre gjetheve, neve mundi t'i sprucojmë, t'i spërkasim në fillim me pak raki shtëpi ose alkool, dhe t'i marrim t'i lëmë në ujë të ngrohtë afërsisht 2 deri në 3 ditë. Çaji që kemi përgatitur me shumë pak alkool në brendësi të tij është i mrekullueshëm, ruhet në frigorifer, pasi mbushet, pasurohet me mikroelement që nëse ne do ta lëmë hapur, tu vinë bakterie të ndryshme dhe na shumohen në këtë terren ushqyes shumë të mrekullueshëm për bakteriet. Mbahet i mbyllur në frigorifer dhe do të përdoret më pak se çaji i përgatitur në veçanti. Duke ju falënderuar për vëmendjen, ju theksojmë se në emisionet e tjera do të risjellim informacione për bimët e tjera që rriten në vendin tonë. Mirupafshim në emisionin e radhës.